Agjendën e vizitës në Strasburg, Sali Berisha nisi me një takim me Partitë Popullore Evropiane. Me fjalën e tij akuzoi kryetarin e Partisë Socialiste Edi Rama se po sillet si Enver Hoxha duke arrestuar krerët e opozitës. Duke folur për çështjen e ngritur ndaj tij, thotë se gjithçka ka të bëjë me kthimin e tokës së trashëguar. Ai arrestoi kryetarin e Partisë Demokratike, e vendosi në arrest shtëpie për 330 ditë me akuza të rreme pas një hetimi që zgjati 4 vjet. E akuzuan se kishte dhënë për dhëndrin e tij 400 metra tokë publike, ndërkohë që toka kurrë nuk kishte qenë publike. Sipas dokumenteve zyrtare, ajo ishte tokë private që i përkiste gjyshërve të tij. Ai ishte një nga gjysmë milioni njerëz që morën mbrapsht pronat e konfiskuara nga regjimi komunist. Arrestim politik e cilësoi edhe veprimin ndaj kryetarit Partisë së Lirisë Ilir Meta, ndërsa në krah të Fatmir Mediut e Vangjel Dules solli në vëmendje edhe procesin ndaj kryerepublikanit. E arrestuan, e keqtrajtuan në rrugë, e tërhoqën zvarr, e rrahën pa i treguar asnjë urdhër arresti. I treti, kreu i Partisë së tretë opozitare Fatmir Mediu, ish ministri i mbrojtjes, ndodhet në një proces penal për një çështje që është gjykuar para 15 vitesh. Rasti Beleri, që sipas Berishës Rama nuk i lejoi mandatin si kryebashkiak i Himarës, u rendit si tjetër shkelje. U arrestua me dëshmi të rreme dhe ndonë se ishte zgjedhur, nuk ju lejua kurrë të bënte betimin, sepse Rama donte me çdo kusht që Beleri të mos bëhej kryetari i Bashkisë së Himarës. Dënimi i Ervin Salianit me një vit burg u denoncua gjithashtu. Një deputet i ri i quajtur Ervin Saliani pati guximin të publikojë një përgjigje nga një gazetar trim, në të cilin tregueshin fakte që vëllai i ministrit të Brendshëm, Fatmir Xhafaj, kërkoi në Itali, sepse ishte dënuar me 8 vite si udhëheqës i një rrjeti trafikimi kokaine në Bologna dhe që drejtonte trafiku nga Vlora drejt Italisë. Berisha shton se mes bisedave të grupeve kriminale në Sky, Encrochat dhe Matrix janë edhe qeveritarët. Përgjëndrimi më i madh i këtyre telefonatave ishte godina e kryeministrisë dhe vetë Edi Rama përdorte 3 prej tyre. Në to, sipas Berishës, janë provat e vjedhjes së zgjedhjeve. Sollën 1 milion faqe të transkriptuara. Këto transkriptime trajtojnë përfshirjen e tyre të thellë në zgjedhje, por në Shqipëri, krimi elektoral është amnistuar. Drejtësia politike kontrolluar nga Edi Rama nuk merret me këtë krim. Berisha do të zhvillojë takime edhe me zyrtar të lartë të PE, ndërsa Komisioni i Jashtëm do të organizojë një seancë dëgjimore për Shqipërinë.